Edhe këtë sezon turistik, lumi Osumit në Berat shfaq pamjen e vet më të ndodhur. Bashkia thot se me gjithë masat emergjente, zgjidhja vetme që situata të ndryshojë është zbatimi i projekteve të mëdha. Nënkryetari i Bashkisë së Beratit, Bledar Blana, ka sqaruar se edhe këtë vit do të pastrohet një pjesë e shtratit dhe bregut të lumit, por këto masa nuk e zgjidhin problemin. Lumi Osum vazhdon të jetë ende i ndotur dhe në këtë sezon turistik me prezencën e urave të zeza që derdhen në të. Osumi nuk është më lumi i hishëm që kalon përmes qytetit Beratit. Në ditët e verës, kur vepruarit e tij bien ndjeshëm si pasojë e paksimit të rreshjeve, lumi Osum tregon në sipërfaqen e tij vetëm ndotje dhe përhap kudojër të keqe. Edhe ky sezon turistik e ka gjetur të papastruar shtratin e lumit dhe dy brigjet e tij. Pamjet tregojnë qartë mbetet urbane dhe të ngurta në të dy brigjet. Nënkryetari i Bashkisë së Beratit, Bledar Blana, bën me dije se edhe për këtë vit parashikohet marrja e një mase emergjente, ku në bashkëpunim me drejtorinë e bujqësisë pranë bashkisë të bëhet pastrimi i një pjese të shtratit dhe bregut të lumit. Është përfunduar pastrimi i projit të Zagores dhe shumë shpejt drejtoria e bujqësisë do të pastrojë të gjithë rrjedhën e lumit të Osum. Bashkia e Beratit nuk ka mbetur vetëm në këtë kuadër, vetëm masa të brendshme organizative, por ne kemi edhe projekte gjigande, desha të thosha, me kompani të fuqishme. Një nga këto është dhe kompania kineze Sinohydro, e cila ka bërë një projekt shumë të rëndësishëm për këtë zonë, rehabilitimin e lumit të Osum. Nga rehabilitimi i këtij lumi, ne do të përfitojmë rreth 36 hektar tokë, pjesë e pashfryzueshme aktualisht në territorin e Bashkisë së Beratit. Po kështu së fundmi me Berzhin ne e prezantuam këtë projekt dhe shpresojmë që brenda viteve 2018-2019 ne të kemi diçka konkrete për rehabilitimin e kësaj zone. Ajo që sipas nënkryetarit të bashkisë do të zgjidhte një herë mirë këtë problem, do të jetë vetëm zbatimi një për projekteve të artuara me kompani private, të cilat parashikojnë rehabilitimin e të gjithë zonës.